Programi i Partisë Socialiste për zgjedhjet parlamentare të 11 majit ishte fokusi i ditës së parë të maratonës 2 ditore e Eritrit. Kryeministri Njerazi, kryesocialisti Edi Rama mblodhi në pallatin e brigadave kabinetin qeveritar, drejtuesit e qarqeve si dhe kryesin e grupit parlamentar. 6 orë e 30 minuta ka zgjatur takimi së premtes ku raportohet se diskutuan rreth punës që do të bëhet në terren dhe pikat ku do të fokusohen për fushatën e prillit për garën parlamentare të pranverës. Po ashtu përgjatë kësaj mbledhje, një analizë e punës së kabinetit qeveritar gjithashtu ishte në fokusin e takimit, ku ministrat raportuan rreth investimeve më të mëdha që janë bërë në dikasteret e tyre. Takimi i Ramës me kabinetin qeveritar, drejtuesit e qarqeve si dhe kryesin e grupit parlamentar do të vijojë dhe përgjatë ditës së shtunë. Por në ndryshim nga mbledhja e së premtes, të shtunën pritet që të diskutohen dhe emrat që Partia Socialiste do të vendosë në listën e kandidatëve. Teksa 12 marsi është afati i fundit për dorëzimin e këtyre listave. Kryesocialisti Rama ka deklaruar më herët se vetëm drejtuesit politik dhe deputetët që kanë marrë vetëm një mandat deputeti do të jenë pjesë e listës së sigurt. Drejtuesit politik pritet të kenë gati listën me emrat e kandidatëve në zgjedhje që do të diskutojnë në takimin e së shtunës me strukturave drejtuese të socialistëve, por dhe qeverisë. Megjithatë, fjalën e fundit do ta ketë kryesia e Partisë Socialiste.